Si ka mundësi që në Shqipëri një musliman të quhej Gjon, ndërsa një i krishter Ali? Si ka mundësi që vetëm duke dëgjuar emrin të mos arrije kur të kuptoje se çfarë feje kishte një shqiptar? A ishte rastësi, a ishte gabim, apo pas kësaj fshihet një histori shumë e thellë, shumë më njerëzore dhe shumë më shqiptare se sa mendojmë sot? Para se ta zbërthejmë këtë histori që prek vethelbin e identitetit ton, nëse temat që tregojnë të vërtetat e padëgjuara të historisë shqiptare ju duken me vlerë, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu e shkuara nuk tregohet për t'u zbukuruar, por për t'u kuptuar. Për të kuptuar pse muslimanët shqiptar mbanin emra të krishterë dhe të krishterët emra musliman, duhet të kthehemi në një Shqipëri shumë ndryshe nga kjo e sotmja. Një Shqipëri ku jeta ishte e vështirë, mjekësia pothuajse e panjohur dhe vdekja e fëmijëve ishte pjesë e përditshmërisë. Deri në mbarim të luftës së dytë botërore, shkalla e mortalitetit foshnjor në Shqipëri ishte jashtëzakonisht e lartë. Fëmijët shpesh nuk i mbjetonin vitit të parë të jetës. Në shumë familje vdisnin 2, madje edhe 3 fëmijë rresht. Në shoqëri të tjera, qoftë në perëndimin e krishterë apo në lindjen muslimane, feja kishte ngritur mure të pakalueshme. Askush nuk do të përfytyronte që një krishter t'i vinte fëmijës emër musliman, apo një musliman emër shenjtori të krishterë. Emri ishte kufi, ishte deklaratë besimi, ishte ndarje. Por shoqëria tradicionale shqiptare funksiononte ndryshe. Këtu huazimi i emrave nga besimet të tjera fetare nuk shihej si rrezik, por si mjet mbijetese. Emri nuk ishte ideologji, emri ishte shpresë. Kur një qift muslimanësh humbisnin fëmijën e parë, dhe sidomos kur humbisnin edhe të dytin, fëmijës që lindte më pas i vijej shpesh një emër i krishterë, zakonisht emri i një shenjtori. Besohej se shenjti i fesë tjetër do ta mbronte fëmijën, do ta ruante nga fatkeqësia dhe do t'i sillte jetë të gjatë. E njëjta gjë ndodhte edhe në anën tjetër. Qiftet të krishtera që kishin humbur 1 ose 2 fëmijë të vegjël, fëmijës që lindte më pas i vinin emër musliman. Sipas bestytnive të përhapura gjerësisht në shoqërinë shqiptare paramoderne, emrat me përkatësi fetare tjetër i mbronin fëmijët nga shpirtrat e ligj, mashtronin fatin dhe sillnin shëndet e mbarësi. Në këtë logjik popullore e keqja besoi se nuk e prekte një fëmijë që mbante emër të huaj, për fatin që kishte ndjekur familjen deri atëherë. Këtu qëndron dallimi i madh shqiptar. Për shqiptarët, zakoni dhe përvoja jetës kishin më shumë peshë se sa dogma fetare. Kanuni, tradita familjare dhe frika nga humbja e fëmijës ishin më të forta se çdo rregull kishtar apo fetar. Më mirë një emër që shpëton jetë se sa një emër i pastër që përfundon mbi një gur varri. Kjo dukuri habiti edhe Evropën. Edi Durham, një nga njohësit më të mëdha të kulturës shqiptare, shkroi se në Angli askush nuk do ta besonte se ishin të krishterë persona që mbanin emra musliman, ashtu siç ndodhte në Shqipëri. Për shoqëritë perëndimore kjo ishte e paimagjinueshme. Për shqiptarët ishte krejt normale. Por këto bestytni nuk ishin arsyet e vetme pse është shfaqur kjo dukuri. Përtej bestytnive dhe frikës nga humbja e fëmijëve, përdorimi i emrave të krishterë nga muslimanët dhe i emrave musliman nga të krishterët lidhej drejt për drejt edhe me mënyrën se si shqiptarët e konceptonin identitetin e tyre. Në shoqërinë tradicionale shqiptare feja nuk ishte elementi kryesor që e përcaktonte njeriun.
Përkatësia fisnore, gjaku, zakoni dhe origjina kishin një peshë shumë të madhe se sa besimi fetar. Shqiptari së pari ishte i fisit të vet, i krahinës së vet dhe i gjakut të vet, e vetëm pastaj i një feje të caktuar. Kjo është arsyeja pse edhe pas konvertimit në islam gjatë periudhës osmane, shumë familje shqiptare nuk i braktisën emrat tradicional që kishin trashëguar brez pas brezi. Ndërrimi i fesë në shumë raste ishte një veprim praktik dhe jo domosdoshmërisht një shkëputje shpirtërore nga e kaluara. Emrat si Gjon, Lek, Mark apo Pal vazhduan të jetonin brenda familjeve muslimane sepse për ta këta emra nuk përfaqësonin vetëm një fe, por një linjë gjaku, një kujtesë familjare dhe një vazhdimsi historike që nuk duhej shkëputur. Nga ana tjetër edhe familjet e krishtera që përdornin emra musliman nuk e bënin këtë si shenjë nënshtrimi apo ndryshimi identiteti, por si pjesë e një realiteti shoqëror ku bashkëjetesa ishte e përditshme. Në shumë fshatra shqiptare kisha dhe xhamia ndanin të njëjtin shesh. Familjet ishin të përziera, krushqit ndërfetare nuk ishin të ralla dhe jeta zhvillohej mbi baza zakonore, jo mbi ndarje dogmatike. Në këtë realitet emri nuk shërbente për të ndarë njerëzit, por për t'i lidhur ata. Një rol të rëndësishëm luante edhe funksioni praktik i emrit në shoqëri. Në periudha të caktuara historike, sidomos në kohë pasigurie, emri mund të shërbente si mburojë sociale. Një emër i krishter për një musliman ose anasjelltas mund të shmangte vëmendjen, të lehtësonte marrëdhëniet me autoritetet lokale ose thjesht të siguronte një jetesë më të qetë në një mjedis të përzier fetar. Këto zgjedhje nuk ishin ideologjike, por praktike, të diktuara nga instinkti për të mbijetuar. Të gjithë këta faktorë bën që në shoqërinë shqiptare të krijohej një situatë pothuajse unike. Emri humbi funksionin e tij si shenjë dalluese fetare. Ai u shndrua në një element kulturor, familjar dhe simbolik që nuk i përkiste më vetëm një feje, por një popull i të tërë. Për këtë arsye edhe sot, në shumë raste, është e pamundur të përcaktosh besimin fetar të një shqiptari vetëm duke dëgjuar emrin e tij, sepse ai emër mund të mbajë brenda vetës histori të ndërlikuara, dhimbje familjare, zakone shekullore dhe një filozofi bashkëjetese që ka rënë shumë më të thella se sa ndarjet fetare. Në një Ballkan të coptuar nga feja, shqiptarët e kthyen edhe emrin në urë bashkëjetese. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, shqiptarët arritën të mbjetojnë si popull përtej ndarjeve fetare. Tani ju pyesim ju, a keni dëgjuar apo ka edhe në familjen tuaj raste ku një musliman ban emër të krishter ose një krishter emër musliman? Na i tregoni në komente sepse këto histori familjare janë pjesë e historisë sonë kombëtare. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.